secili ka ato arsyet e veta, po për mendimin tim më mirë një beqare, desi gjejmë tamam dikon kështu mirë. Jo vështirë, po muna me thënë që ka gjë vështirë. Po, prap mundet me konë edhe lehtë, po si do qoftë është krejt punë e fatë. Edhe pjekuria shkon pak ma vonë, fatkeqësisht, se çdo herë thonë kote shira bin burra ose rinit të lek. Kjo është pak pyetje vështirë, po ndryshe me qenë se na nuk I dimi as vetë, të them, përgjithësi shumica e trejav, nuk jemi tu I ditë, po çdo herë unë tham, tamam burr me konë kështu familjar që duhet. Jo, kom pas pak punë edhe për atë arsye. Çka merrni? Momentalisht me kur gjo, momentalisht, po. Ndeje. Ndej, mas mirë ti njerë, pak pushim. Pak pushim. Po. Ka më ke punu? Po, kom punu. Në jetë më Ferizaj, në fakt. Po, administrat. Po. Sa së vështirë këtë pozitë për me gjetë me punë? Po, I tashin varet, shembull, ka ndalim. Administrata prej administratës edhe varësisht se ty ku të konvenon kështu si punë në përgjithësi. Statusi juaj veçare? Po. Okej. Është më mirë me qenë sot veçare. Po, me qenë se veç jam, kështu që besoj që më mirë është. Më mirë është. Po. Për çka mirë të tregoj që në femra. Po tash secili ka ato arsyet e veta, po për mendimin tim më mirë një beqare, desi gjejmë tamam dikon kështu mirë. Është vështirë me gjetë një person të hajrit. Pak po, në këtë kohën tonë, jo vështirë, po muna me thënë që ka gjë vështirë. Po, prap mundet me konë edhe lehtë, po si do qoftë është krejt punë e fatit. Kështu që inshallah nuk I kemi fatin I keq. A beson në fat kështu? Jo shumë. Me qenë se edhe më fillon emri me fat, po jo shumë. Nuk I di, nuk është që jalon tana punë të fatit, po edhe asas të dijet. Ka I herë si dijet, po. Pak kështu me emrin, çfarë emri ke? Fatlinda, po. Ose që të talë me Fatlinda. Ke pas fat. Shpresojme. Faleminderit shumë, shpresojme. A jemi mirënjohës për emrin Fatlinda që të ka ndonë? Po, mirënjohës shumë, sidomos se të migja jam që ma kalon, se ajo shkon. Po, kështu që ja kthimi për të mirë, inshallah. Çdo herë. Është ai mashkull ideal. Kjo është pak pyetje vështirë, po ndryshe me qenë se na nuk I dimi as vetë, të them, përgjithësi shumica e trejav, nuk jemi tu I ditë, po çdo herë unë tham, tamam burr me konë kështu familjar që duhet çto janë. Po ndryshe, që shikemi kullerat e tashëm është pak problem, po kjo. Të one përcakton, do më thonë vetëm burr me konë. Tani, burr, nëse I nënkupton edhe tjera që vinë masojna, normal. Sa paka si burra? Sa ka? Po tash me qenë se që janë bërë 30 vite hale se këtë gjetë, kështu që nuk vedi sa ka burra. Apo komentohë kështë për njerëzve se ki gjetë hala që kemë natë tonë Kosovë, vendin tonë. Që për zotit nuk jam në rrethin që I kemi këtu para gjykime adin shumë. Janë këtu pyetje që bëhen normal. Prej njerëzve të afërt prej Merakut, prej njerëzve pak më të larg shkak I kurreshjes, po për ndryshe jo. Është tamam pyetje e thjeshtë edhe jo që çten siklet kështu shumë. Që me uni jo mirë me një pozitë keqe. Se duhet paragjykuar një femër nëse akoma s'ka dashur me gjetë dikon ose nuk e ka gjetur fatin e jetës. Jo, nuk duhet në kohën që jemi, nuk duhet me u gjyku. Përkundrazi, tash edhe pjekuria shkon pak ma vonë, fatkeqësisht, se çdo herë thonë kote shira bin burra ose rinit të lek, po për ndryshe nuk e di, kështu tamam saks s'po di çfarë me thonë. Mund të shurohet një person vetëm pamjen e jashtme? Jo, absolut. Nuk e di nëse mundet me e bu në ajkosh, po të paktën, për mendimin tim jo, absolut. Mundet me ka një tërheqje fizike momentale, ose e shpejta të për atë të them, po diçka që me ka definitive jo, absolut në asnjë mënyrë. Mundet ma shumë njëri me u dashuru në bazë të syve, e që dëpërton të shpirti, po për ndryshe gjana tjera, mendimi jem nuk është që kanë shumë rëndësi. Për shtatja, ta në çdo gjë tjetër duket e bukur. Pamje që është me problemet është? Jo, unë e thash, vetëm mundet me kanë tërheqja fizike momentale, shumë e shpejt, po për ndryshe syt janë ata që dëpërtojnë të shpirti, edhe çdo herë është karakteri sjelljet këto që e bojnë vetëm.
Një femër kompletuar. Kompletuar. Na I kemi këtë shprehjen me konë me tana të mirat, po për ndryshe, çdo herë definicion është karakteri, është sjellja, është normal morale, është kultura, që ka shumë të bëjë. Do më thonë intelekti e kultura që janë dy gjëra pak si të ndryshme, që po I posedove deri dikon këto, jenë në rregull, mendoj. Po për ndryshe tonë njemi me këto gabimet tona, me këto nashta shpërtimet tona pak a shumë, po këto janë. Cili ka qenë gabimi më I madh në jetë që keni bë? Se kemi njerëz që kemi bë gabime. Normal. Po më thonë drejtën kështu nëse marr me gabimin më I madh jo, s'kam bë. Faleminderit Zotit, asnjëherë kështu gabime, po përndryshe gabimet të vogla kanë këto që thash shpërtimet, ku mujt me u sill kështu, sila kështu, ku mujt me bu këto, se buna këto, o ku mujt me fol nashta pak më ndryshe. Janë këto gjëra që mundesh pak më vonë me I ra pishman, po përderisa e kupton gabimin edhe I bën pishman, ajo është tani në rregull. Po të cili ka qenë vendimi më I vështirë në jetën tënde? Keni pas vendime të vështira? Vendimi më I vështirë, unë muna me thonë, momentalisht është kanë si një vendim I kohëve të fundit, se kjo po më kujtohet, është kanë për me e lonë punën që e kom lonë, është kanë këtë një vendim I vështirë, e vendimi tjetër është që apo du me gjetë punë tjetër as për dukes, që kom nejtë pak në dilema të gjejme, a mos të gjejme të rrime edhe pak, kështu që muna me thonë si kjo. Po përndryshe kështu, shqyqër Zotit nuk kam as gabime, as vendime të rënda që më ka ra me marrë jetë, inshallah s'na bjen kërkuna. Të gjithë femrat, një mesazh, sa do pak të jetë inspirim për to, ndoshta për jetë, për gjithçka, ju si një femër e fortë që dukesh. Cili është ai mesazhi yt? Unë kisha mujt me thonë që me pas një vizion, qëllim jetësor, po e kia ato edhe emrin. Cili do qoftë, nuk do me thonë vetëm me mbrin karrierë, po do me thonë edhe me mbrin jetë, që për mu kjo është kryesorja, po mbrin e jetë, si njeri tamam, I kompletum kësho, se paktën ti kesh ato qëllime në kompletim, kjo është. Për ndryshe tjerat janë tona që bonë. Po punove, më rrinë diçka. Po s'punove prapë mbetet kjo njerëzillëko që e kemi. Se me qenë se vimi edhe pak prej venit, pak katune, se me këqyrë jam prej katunit, nuk jam tamam qytet shtime, po këto janë. Këto janë që janë thellë mbrena meja dhe janë si vendime dhe tamam palëkonshme. Apo një person nga një zonë rurale, kaq që mirë më kanë, kaq bisede këndshme, unë kisha kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Uroj më të mirat në jetë. Faleminderit gjithashtu.